Po, paraqitemi nga fshati Kaçanik I vjetër, komuna Kaçanikut. Jemi te familja e Besim të Kojanit, e sot kemi ardhur me ndërzuar çelësat e shtëpisë tre, të tri Besim. Ormane. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Tashmë vesina në ambientet e brendshme familjes Besim të Kojanit, na po lëna me punë, siç ka qenë vizitën e parë. Ai mirë e rahat. Ai mirë. Ku ke tu? Pa I përpara që të tani si o vjetër u shpia tej për mu preshkraj tani mu ku mu që sot tash për momentin jam shpit kretarit. Apo në nëjsen? Jo, për zotë jam edhe I smut me pension e veteranët me që ta ishtë. Veteranin luftës? Po. Qëtu e ke pas shpinë? Po, qëtu ka qenë trullë shpia vjetër. Me qatë të rrugët veteranë? Pa e qashtu, ka pak edhe gruja ka fillu tash ka pak me punu. Ke Besim në kënarë me tani shpinë? Faleminderit shumë për ju. Kemi një memorandum bashkëpunimi me kryetarin, me komunën, edhe në listën e komunës, e konë edhe ti. Kështu që përhaj u koftë. Faleminderit shumë faleminderit. Shumë faleminderit për juve. Kryetar, kjo nuk është memorandumi I parë mes Jetima Ballkanit edhe komunës. Sa ka ndihmu këto memorandume në komunë të Kaçanikut? Po, Marcelil, po du me edhe njëherë me shfrytëzurasin përmes mediave, përmes portaleve të falenderu ty, si iniciatori gjithë kësaj nisme që po bën komunë e Kaçanikut, siç e tha, nuk është memorandumi I parë, ka gjithë disa vite që faktikisht ju ke gjithë qytetarëve të Kaçanikut në forma të ndryshme, po edhe komuna e Kaçanikut. Është memorandumi tjetër që po e bëjmë bashkë me ju për ndërtuar një pjesë të personave në nevojë. Në veçantë thash atyre që faktikisht nuk kanë pas mundësi tjetër me bë, dhe pikërisht ky memorandum bashkë me ju po ju mundson qytetarëve me bën një strehim narko. Po ashtu po du me shfrytëzoj emrin e qytetarëve dhe emrin tim të falenderoj ty dhe gjithë donatorët të cilët me të vërtetë po bëjnë një punë jashtëzakonisht të mirë, e veçanëri ty për shkak se presi I kësaj iniciative që po bën. Kështu që unë po them këtë falenderoj emrin e qytetarëve, Zoti është problemi edhe ju. Zoti është problemi edhe juve, pra kjo shtëpi po ndërtohet fal memorandumit bashkëpunimit Jetimat e Ballkanit dhe komuna Kaçanikut e pjesën e donatorëve në listën tonë. Do t'i gjeni kërë bëhet publik rasti kësaj familje, bë mirë Zotë Kurmosju. Besim, ndryshe pe atje, shtëpia re, dy fjalë. Ndryshim I madh shumë, se normal na këtu ka qenë një shtëpi e re vjetër, mbi 40 vjeçare, tani ku ngel me 5 vjet, kështu na për dikon me qera, ku të fundit faleminderit për kryetarit, gjatë 2 vite ku në shtëpi të kryetarit të mos. Ta shumë po kjo, ma mirë që kam shkuj që ta treja. Veç faleminderit shumë, inshallah Zoti, shtam se pa hek prej mundit të pjedjersës tane nuk mund është me ndihmu tjerë, faleminderit shumë për gjithë ato që kanë bërë këtë mund. E kanë harxhu, e kanë bërë që ndihmojnë tjerë. Edhe për juve shumë faleminderit që na keni përzgjedhur se pak keq vëllai. Po kam qenë shumë balet se me gjonat e reja, shtëpia e re, pak më ndryshe, pak edhe vetë nuk më shumë, me të drejtën, nuk ose më me i që sa, por mu pak problem, fëmija vegjel. Normal që gjonat e reja pak më ndryshe. Më mirë shumë. Shumë faleminderit, hera parë për juve, për Alilit, në për gjithve që kanë kontribu. Inshallah Allahu madh ja u shpërblen me të mira. Në ndoshta smujna me ja u shpërblej, dhe inshallah Allahu ja u shpërblen krejtve. Shumë faleminderit. Qëta shumë mirë, vetë që inshallah Allahu ja u shpërblen. Se s'di shka me tha. O, bëll janë kësu, këto të veçlit një herë, nuk di shka thamë sa janë kësu. S'ka prit që I parafonit, hajte me shkej natë shtëpia I re, hajte për shkej kam prit me, nuk di shka thamë se sa gëzim të madhë. Shumë faleminderit, vetë që inshallah Allahu ja u shpërblen.
vlen cepet se shtëpia ndërtuar për këtë familje është në bashkëpunim me komunën e Kaçanikut, të cilët kanë participuar me shumë prej 10.000 euro. Pjesën tjetër janë donatorët e shoqatës, ku na do t'i bëjmë publike janë rrjetet sociale kur të vjen postimi për këtë familje. E sot me neve është edhe një zëdhënës i komunës, është Besnik Dema, Besnik mbi fjalë. Po atëherë në emër të komunës së Kaçanikut, desha ta falenderoj shoqatën banisat e timit, për të cilën kemi pasur një bashkëpunim për ndërtimin e 2 shtëpive. Sot ja dorëzojmë shtëpinë një veteranit luftës, Besim të Pajamit, që jemi të gëzueshëm. Do një faleminderit shumë prej Haleri Pasratit që ne kemi nisur këtë bashkëpunim. Na, po ja bëjmë për herë besimit. Faleminderit shumë. Inshallah gëzoni. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, Allahu ja u shpërblet. Shumë faleminderit. Bamirës, Zoti ju shpërblet.